Kek çokolate super i butë, me karamel që shkrihet brenda dhe përgatitet vetëm në 5 minuta? Po, është i vërtet, dhe unë do ja tregoj si, me përbërës minimal, pa stres dhe me shije që duket sikur ka dal nga pasticëria. Shoqëruar me një topa kullore të freskët, perfekt për një ditë nxehtë vere. Për këtë kek na duhen një pak me miell për kek Teuta Easy Bake, kek me çokollatë, 3 vezë, 125 ml vaj vegetal, afërsisht një gotë ujë, dhe 125 ml ujë. Por unë e kam zvendësuar me qumësht për një shije më të plotë. Në një enë të madhe do të hedhim vezët, qumshtin dhe vajin. Do t'i trazojmë ato lehtësisht dhe më pas do të shtojmë miellin për kek. Përziej mirë derisa të kemi një masë të njëtrajtshme. Nëse keni mikser, do ju duhen vetëm 2 minuta, por edhe me dorë bëni kollaj. Konsistenca duhet të jetë pak e trash, por kremoze. Në tavën e qelçit, të cilën e kemi lyer me gjall, do të hedhim masën. Tani vjen pjesa që bën këtë kek akoma më të veçantë. Do t'i shtojmë karamelezana. Po, ato karamele që shkonin i merrnin vjedhura zimamit. Në total kam përdorur 4 karamelezana, të cilat i kam coptuar me thik. Marrim copat e karamelit dhe do t'i shpërndajmë sipër masës së çokollatës. Ato do të shkrijnë gjatë pjekjes dhe do t'i japin kekut një shije më të thellë karameli që shkon mrekullisht me çokollatën. Me spatull do t'i shtypim lehtë që të futen pak në brumë, jo shumë, vetëm sa për të mbuluar. Tani e vendosim në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për 30 minuta. Ndërkohë, përgatituni për aromën që do të mbush gjithë kuzhinën. Shikoni si është pjekur, si përfaqe e bukur, brenda i butë dhe aromatik. Dhe copat e karamelit janë shkrirë brenda si surpriza të ëmbla. E kam shërbyer me një topa kullore vanilje dhe vishnje, një ëmbëlsi që do kënaqë të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, shtypni like, abonohuni për më shumë recete të shpejta dhe mos harroni ta ndani me miqtë tuaj. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës!